Për disa minuta qarkullimi u paralizuar në kompleksin Nën Tereza. Autoambulanca e ndihmës së shpejtë u bllokuar në dalje të qendrës klinike, si pasojë e kaosit të krijuar nga automjetet e parkuara anash rrugës. Pos autoambulancës edhe 10 vetura që prisnin të dilnin nga kompleksi, mbetën të ngujuara për minuta të tëra. Me vendimin e mbrëmshëm të qeverisë, këto pamje pritet të t'i takojnë historisë. Në hapësirën që shihni prapa meje pritet të ndërtohen 500 vend parkime të reja. Kjo pasi qeveria mbrëmta dritë jeshile që të nënshkruhet marrëveshja midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe qytetit të Shkupit. Kjo marrëveshje pritet të japë fund kaosit me parkingun në kompleksin Nën Tereza. Qytetarët nga ana tjetër kanë humbur shpresat se ndonjëherë do të zgjidhet problemi me parkingun në klinik. Nisëm dhe klinikat në Masërish. Dhe më thënë paguajmë gjdo muaj ne punëtore, dhe më thënë për parkingun dhe ja si maltretohemi. Ništa što mislim, ne može nikada se reši. Sedova je kao vaka je džungla u haosov, evo ne može ni kombe diskutio ambulantno, što ti kažem. Ќе се реши со катни гаражи или никад. Треба да се решава, пошто тој е голем проблем за клиниката. По моментов е страшно, се надеваме дека ќе биде се вред.